çfarë ndodhte pas luftës së dytë botërore mes Shqipërisë dhe Serbisë Jugosllavisë. Tani po luajmë ndeshjen e urrëties së madhe, po në 46-ën, kur ne ndeshjen e parë do ta lunim me Jugosllavinë, ishim në një kohë kur bota ishte ndarë. Okay. Pas luftës së dytë botërore ishte ndarë. Kampi perëndimit, kampi i lindjes. Neve, pavarësisht historisë tonë të hershme në konfliktet që kemi patur midis popullit shqiptar dhe popullit serb, mbas luftës së dytë botërore, për shkak të politikës së kohës, dhe influencës së luftës. Partia Komuniste që në Shqipëri që mori pushtetin, është vërtetuar tani nga arkivat e nga të gjitha që është krijuar me ndihmën e Partisë Komuniste Serbe. Dy eksponentë kanë? Po, patjetër. Dhe kështu që detyrimisht, si thuash, ndikimi i tyre në shtetbërjen e pas luftës së dytë botërore ishte mjaft i madh. Prandaj, kjo vllazëri e madhe që unë thash në thonjza ishte politikisht e tillë.